me 2 fëmijë nataliteti është negativ, me 3 është menzi pozitiv, kështu që unë kisha thonë 3 përpjet duhet për me konë nataliteti pozitiv edhe për me umbajt kombi i freskët. Martesa është ligj. S'po di cilën shprehje me përdor shprehje ma adekuate, ma të përshtatshme, ma të fuqishme. Ligj nuk ban lloj njerëzor, nuk mundet me u zhvillu nëse njerëzit nuk martohen. Dikush mundet me thonë, jo, reprodukimi mundet me u bë edhe në rrugë jashtë martesore. Shkan pak mirë, po dikur shoqëritë çoroditën fare. Martesa është ajo e cila e garanton vazhdimsinë e llojit njerëzor. Institucion. Absolutisht. Ne si besimtar, por edhe secili njeri, edhe nëse nuk është besimtar, secili njeri që jetën e ka kuptuar drejt, ose parafrasisht drejt, martesën e sheh me respekt. Koha e martesës unë menoj se është koha e rinis, për arsye se edhe në kuptimin fizik edhe fiziologjik, po edhe emocional, ka ma tepër produktivitet. Rinë do të martohen, nuk do të lanë për me u martu vonë, për arsye se janë një mori procesës që pastaj lidhen me martesën. Është lindja e fëmijëve, do të thonë krijimi i familjes. Edhe ti thash nëse martohesh 22-3 vjeçar, 4 vjeçar, lindin fëmijë ti kur ti bësh 40 vjet, ai fëmia jote bëhet pa i rritur. Edhe shumë e natyrshme një 40 vjeçar me pas djalin 5-16 vjeçar ose vajzën. Po është pak e panatyrshme një 60 vjeçar me pas djalin 15 vjeçar. Sa i 60 vjeçari do të me pas nipin 15 ose 20 vjeçar. Po du me thonë, krejt këto procese lidhen edhe do të respektohen. Çka i pengon njerëzit që të marrin vendimin e duhun këtë aspekt? Një pjesë jo e vogël e tyne, që sidomos ata që e vonojnë, mendoj që e kanë frikën e rrezikut që i themi ne. Duhet t'i kujtojmë prindrit tanë, kur them prindrit tanë, e kam fjalën për prindrit e mi, ndërsa në rastin tonë dashur aty gjyshrit tu duhet t'i kujtosh. Ata nuk e kanë pas këtë problemin e kanë pas, po brengën nuk e kanë pas. Janë martu, kanë lind fëmijë e kështu me radhë, Allahu i ka rrit, ata i kanë eduku, kanë shpenzu për ta, edhe sot për shembull për prindërve të mi, muj me thonë se na aktualisht jemi pothuajse 20 familje. Ndoshta edhe më tepër, s'po muj me i numëru në këtë shpejtësi. Atë çka do të thonë, prej dy individëve që kanë lindë në shekullin 20 e kanë vdekur në fillim të shekullit 21, thash me qenë 20-30 familje. Familje, do të thonë jo individ, është punë e madhe, kështu edhe freskohet gjaku i kombit, edhe i komunitetit, edhe kështu me radhë. Kështu që ata sikur t'i kishin bërë sapet shfibojnë rinia sot, nuk i kishin bërë ka 5, 6, 7, 8, 10 e më tepër fëmijë, ishin kufizuar në 2, me 2 fëmijë nataliteti është negativ, me 3 është menzi pozitiv. Kështu që unë kisha thonë 3 përpjet duhet për me konë nataliteti pozitiv edhe për me umbajt kombi i freskët. Ndërsa ajo atë pjesën e refuzimit të martesës s'po e trajtoj se s'di çka me thonë. Është diçka shumë e panatyrshme, është diçka nuk e di çu jetojnë njerëzit pa martuar. Nëse e ke posë si fenomen. Po, fatkeqësisht. Po nuk di çu jeton njëri pa martuar. Kisha pas shef mos më kesh kuptuar askush, si jam të ofendu, jam të fol për jetën. Njëri ka nevojë, burri ka nevojë për gruaja ka nevojë për burr. Është diçka që domethënë nuk mundet me u ndryshu, edhe kur gjë nuk e zaventson, edhe kur gjë nuk e kompenzon. Te pjesa e divorcit, aty pastaj na vjen si shoqëri që me ju ndihmu, me ju ofru asistencë trinjve posaçërisht për me i vetëdijsu për sfidat që vijnë pas ditës së martesës. Do thonë se dikush martohet të dielën, pe të hënës ka sfida tjera, jo si çfarë i ka pas ditë shtunën. Është jetë krejtësisht e re, kemi bashkëjetu në kuror legjitime me një person i cili mbase e njeh që 3 muaj ose që 6 muaj ose që një vet pak ka rëndësi, mbase e njeh fare pak, tash është kemi bashkëjetu në kuror me një njeri me cilin ndoshta 2-3 herë në javë kanë ardhur ka gjysore ose një orë, tash 24 orë ki aty. Është një situatë shumë e re. Ata kanë nevojë të dinë detyrat, rolet, përgjegjësitë, edhe mbi të gjitha kurora sipas Islamit për një mend është kontratë, është marrëveshje. Mirë, po nëse e trajtojmë vetë si kontratë dhe marrëveshje, sikurse e bëjmë me një punëdhënës, me një shitblerje, ortak në biznes ose çka do të qoftë, nuk mundet me pas sukses martesa. Ndërsa nëse e lëm kontratën veç për nevoja emergjente,
ndërsa e trajtojmë kurorën edhe martesën si bashkëjetesë të bekume prej Zotit, të kërkume prej Zotit, të burim i asaj që Allahu ka thonë kemi bën mes juve dashuri edhe mëshirë. Për bashkëshortet ka thonë që të preheni në afërsinë e tyre, për bashkëshortet ka thonë që t'i trajtoni me maksimumin e mirësisë. Nëse i lexojmë edhe i kuptojmë edhe i aplikojmë këto rregulla hyjnore, martesa ka me pas shumë bereqet, prap ka me pas najherë nevojë për divorcin, se edhe divorcin Allahu e ka para pa, po s'do të bëhet divorci trend. Unë mendoj se divorci është zgjidhje emergjente, nuk është trend. Nuk është për çdo mos pajtim divorci zgjidhje. Jo, ajo është sikur intervenimi kirurgjik, sikur me thonë kushtimisht në amputim, Zoti na ruaj ndonjë gisht ose ndonjë dorë ose nevojë e skajshme.